Mos hani kurrë hudhër nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Hudhra ka një larmi të efekteve shëndetësore në trupin e njeriut. Përveç promovimit të tretjes dhe sterilizimit, hudhra ka gjithashtu efekte të forta në rregullimin e lipideve të gjakut, uljen e kolesterolit, antikoagulimin, frenimin e qelizave të dëmshme, uljen e sheqerit në trup, mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë e të tjera. Gjithashtu edhe në një forcim më të mirë dhe më të madh të imunitetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Edhe pse hudhra është një ushqyese e shëndetshme për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Për disa njerëz ekzistojnë arsyet kryesore pse nuk duhet ta shtojnë në dietën e tyre ditore, pasi hudhra mund të ndikojë në një sër efektesh të organizmit të tyre. Sipas Healthline do të rendisim në këtë video rastet kur hudhra nuk duhet të shtohet në dietën tuaj, pasi mund të dëmtojë shëndetin tuaj. Grupi i parë i personave që duhet të kenë më shumë kujdes me konsumin e hudhrave janë personat me sëmundje të mëlçisë. Shumë njerëz kishin zakon të hanin hudhër për të parandaluar problemet e mëlçisë. Sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për personat të cilët kanë hepatit. Kjo për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt antivirusal dhe përkundrazi disa komponentë që ajo përmban mund të stimulojnë stomakun dhe zorrët, të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e zorrëve, duke rritur kështu edhe simptomat e personave që vuajnë nga këto komplikacione, si për shembull të vjellat. Për më tepër, përbërësit e hudhrës do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut të hemoglobinës dhe mund të çojnë drejt anemisë, e cila nuk është e favorshme për personat që vuajnë nga hepatiti. Personat që vuajnë nga diarreja nuk duhet të konsumojnë hudhrën në dietën e tyre, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin e tyre. Nëse njerëzit vuajnë nga enteriti jo bakterial ose njohur ndryshe si diarreja, ata nuk duhet të konsumojnë hudhrën. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë të hanë vazhdimisht hudhër, aroma pikante e hudhrës do të stimulojë zorrët dhe më pas do të çojë gjithashtu në hernia të mukozës së zorrëve, duke përkeqësuar më tej edhe edemat, duke bërë kështu problemin tuaj akoma dhe më të rënd edhe mund të ndikojë në një sër aspektesh të tjera të organizmit tuaj në tërësi. Grupi i tretë, personat që nuk duhet të konsumojnë hudhër, janë personat që kanë sëmundje të syrit. Njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga glaukoma, katarakti, konjunktiviteti dhe sëmundje të tjera të syve nuk duhet të konsumojnë hudhër në dietën e tyre. Mjekësia kineze beson se konsumi afatgjatë i sasive të mëdha të hudhrës mund të dëmtojë mëlçitë dhe sytë tuaj. Përndryshe me kalimin e kohës ato mund të çojnë në shumë sëmundje serioze, siç janë kështu edhe shikimi i dobët. Ekspertët tregojnë se këta persona duhet të tregohen më të vëmendshëm me konsumin e hudhrës në dietën e tyre. Më mirë është ta konsumoni atë në sasi të vogla ose ta reduktoni në maksimum për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në dëm të shëndetit. Përveç se duhet të hanë më pak hudhër, ata gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasura, siç janë ato me vitaminën A, vitaminën B1, riboflavin, tiamin e të tjera. Përndryshe, efektet e hudhrës në organizëm do të jenë vërtet të dëmshme. Gjithashtu ekspertët tregojnë se grupi tjetër i personave që nuk duhet të konsumojë hudhër janë personat me sëmundje të rënda të imunitetit. Në përgjithësi, të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm, për të ruajtur shëndetin e tyre në planin afatgjatë. Ndërsa për personat që janë të sëmurë dhe në kujdes mjekësor, ngrënia e hudhrës mund të sillet me efekte të konsiderueshme anësore në trupin e njeriut. Komponentët që përmban hudhra jo vetëm që do të ndikojnë në efektin e ilaçeve të cilat jeni duke i marrë, por gjithashtu edhe mund të ketë efekte zinxhir në organizmin tuaj,
duke përkecuar problemin dhe duke sjellë gjithashtu ndikime negative të tij në dëm të shëndetit tuaj. Allium stavium, e njohur ndryshe si hudhra, është një nga erëzat që përdoret më së shumti në vendin tonë, dhe si e tillë përfitimet e saj për organizmin do të jenë vërtet të mëdha, por ka disa raste kur hudhra mund të japë përfitimet e saj më të mira nëse përdoret si duhet. Në përditshmërinë e recetave tuaja ajo mund të luajë një rol të mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Shumë njerëz e duan hudhrën, pavarësisht nga aromat që ajo lëshon. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme pothuajse në çdo vak, por gjithashtu është shumë e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Nëse nuk vuani nga problemet e përmendura më herët, hudhra mund të jetë një aleate e çmuar e ushqyerjes suaj të shëndetshme. Sipas Brightside në këtë video do të tregojmë disa nga arsyet pse hudhra duhet të jetë pjesë përbërëse e recetave tuaja dhe cilat janë në përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj me konsumin e kësaj erëze në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore. Hudhra i mban në dhëmbët tuaj akoma dhe më të shëndetshëm. Ulluntimet kanë treguar se hudhra është një alternativë shumë e mirë për të ulur inflamacionet e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore, dhe mund të ndikojë gjithashtu dukshëm edhe në higjienën tuaj orale. Përfshirja e hudhrës në vaktet tuaja mund të shoqërohet me një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësim të komplikacioneve. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ulluntimeve, hudhra është efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndrojnë ushqimin në oksigjen dhe energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë nuk mund të jetë entuziast për këtë proces dhe mund të shkatërrojë procesin e qelizave. Nga ana tjetër, lëkura bëhet më e butë, truri ynë bëhet më i ngadalë. Kjo është një arsye e pasojës së stresit oksidativ në trupin tonë, citon Elthusaj. Në këto raste, hudhra është një shtesë e dobishme për dietën tuaj ushqyese, ku mund të luajë një rol të mirë pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Hudhra me erën e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak edhe të shkojë drejt oksidimit tepër të entuziast të qelizave të trupit. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e problemeve tuaja fizike. Shtimi i hudhrës mund të freskojë sistemin tuaj imunitar, duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen atij. Fakti se hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin, ajo mund të jetë një prej elementeve më të mirë ushqyes që mund të përfshihen fare lehtë në dietat tuaja ditore, dhe ndikimi në mbrojtjen e shëndetit tuaj do të jetë më i madh, më i shëndetshëm dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Hudhra është e njohur gjithashtu për elementet në forcimin e sistemit imunitar, dhe kur e hani atë në mënyrë të papërpunuar, ndikimi i saj në organizëm do të jetë më i plotë dhe më i fuqishëm, kështu që vlerat e saj në mbrojtjen e shëndetit tuaj do të jenë një alternativë e çmuar për rastin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra mund të ulë presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një prej produkteve që ul presionin e gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë në rezultatet në tërësi, por jo në kurimin përfundimtar të tyre. Që në lashtësi, hudhra ka qenë një aleate mirë e organizmit kundër një sër komplikacionesh. Ajo ndihmon në mbarvajtjen e funksioneve dhe shëndetit të zemrës. Hudhra ka pak gjasa që të lërë edhe organizmin tuaj më të dobët. Falë vlerave të mira ushqyese që ajo bart, do të shndrohet në një prej alternativave më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëni pjesë të dietave tuaja hudhrën, gjithmonë në moderimin e duhur ushqyes. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.